tani një lidhje të drejt për drejt me Lorikun, kolegun ton i cili ndodhet në Gjakov. Përshëndetje, Lorik. Përshëndetje nga Gjakova. Fatmirësisht që në këtë moment nuk ka shi, edhe ne mund të jemi këtu në ambient hapur për të qenë drejt për drejt për shikuesit. Lorik, unë nisa sot emisionin me Samunin tënd që ke ongër në Gjakov, kështu që një kërkes kur do që e përfundon ndrimin edhe kthehesh unë të pres një Samun ma prupe Gjakovës, se tërë stafi të pa me shumë lakmi. Unë ju kërkoj shumë falje juve, po Samunat me suxhuk, edhe me gjithçka tjetër që mund të kena ato picat tradicionale Gjakovës, nuk hahen të ftofta, më besoni. Duj me qenë mëngjes herët në Gjakov edhe me i provu. Okej, kena me organizu mënyrë kolektive me shku edhe me provu ka një Samun Gjakovës. Okej, Lorik, si po shkojnë, si është këtë ditë e zgjedhjeve në Gjakov? Ka qenë mirë, ka qenë qetë, ka pas një rast për cilin kemi raportu, pa tjetër radio televizioni njësëni i ka transmetu hollësit, ku një qytetare është anku, ka qenë bukur shumë e revoltuar për faktin se ankoj se prindrit e saj që kishin nevoj për asistencë në votim nuk u lejuan, sepse nuk kishin një vërtetim nga mjeku që dëshmonte nevojën e tyre për asistencë. Ajo nga të regoj se në fakt kanë dhënë gisht në listën e votuesve, por nuk kanë pasur mundësi që të votojnë realisht, prandaj edhe protestonte ajo. Megjithatë kuptuam nga menaxherja e qendrës së votimit se ky është rregulli i vënë nga KQZ-ja dhe komisioni në vendvotim vetëm se ka zbatuar rregullat e vendosura nga institucioni. Të tjera probleme nuk kemi has, edhe nga bisedat me vëzhguesit e demokracisë në veprim dele njëjta gjë. Procesi paktën deri në këtë kohë është i qetë dhe i rregullt në komunën e Gjakovës. Gjithsesi, vetmja gjë që nuk është në favor, si të themi, nuk mund të flasim fjalë të mira, është përqindja e votuesve që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të hedhur votën. Deri në orën 13 në Gjakov kanë votuar vetëm 10,25% e votuesve si pas të dhënave të KQZ-s. Sot jemi në garën për balotazh ku qytetarët e kësaj komune kanë 2 kandidat për të zgjedh, do ta votojnë njërin nga 2 ardianët që janë në listën e kandidatëve për kryetar të komunës Gjakovës. Po tash, do të më pyesësh pse unë jam pikërisht në këtë vend. Për këtë arsye dhe dashta me të ndërpre, realisht faleminderit që na informove sakt dhe në kohë se çfarë po ndodh në Gjakov, një thirrje nga studio që të dalin të votojnë edhe atje. Pse ndodhesh sakt në atë vend, Lorik? Edhe nuk je vetëm. Regjia na sjell fotografinë të cilën kërkova dhe ju dërgova. Okej. Ja, po e shohim edhe fotografit. Janë 70 vjet dallim kohe. Do më thënë është fotografia nga aty ku je tani. Këtu. Okej. Po, parafërsisht në kohën e luftës së dytë botërore, shihet flamuri kombëtar shqiptar, ai burri atje me veshje kombëtare është kryetari i komunës Gjakovës në vitet e 40-ta të shekullit kaluar, pra në kohën e luftës së dytë botërore. Okej, wow. Dhe besoj se është e udhës që me qenë se në fotografi është komuna Gjakovës, kryetari i komunës Gjakovës, e sot qytetarët po votojnë për kryetarin e komunës. Okej. Të zhvillojnë një bisedë këtu me profesorin shumë nderuar, Rushdi Sefa, që është kryetari i shoqatës intelektualëve Jakova. Profesor, faleminderit shumë që na takove, na pritet. Faleminderit për jush. Uroj që ajo që e tha që unë ndëgjova me shumë vëmendje, po edhe me një brengosje, numri i qytetarëve që do të votojnë të jetë më i madh. Të gjithë njerëzit e komunës së Gjakovës mburren dhe krenohen pse janë të Gjakovës. Mirë po, ky fakt përcjell me vete edhe një përgjegjësi dhe një obligim. Njëri prej obligimeve është pikërisht kjo, që të votojnë për qytetin e tyre, për komunën e tyre. Absolutisht. Kurse përgjegjësia është që historikisht
Gjithmonë është evolutiva, jo me qenë edhe ma mirë. Kanë kalu 7 vjetë, mirë po historia e qytetit Gjakovës nuk fillon me vitin 1942, që të rëgën aja fotografi. Si vjetë Gjakova e shënon 430 vjetorin e fillimit të shfrytëzimit të xhamisë të Suleiman Ag Vokshit. Dhe më thonë, qyteti... Që llogaritet themeluese e qytetit të ri të Gjakovës. Se qyteti i tillë ka një histori disa shekullore. Nuk ka fillu as me luftën e dytë botërore, nuk ka fillu as me luftën e fundit, luftën shlerimtare për liri, po është pak ma thellë. Pikërisht për këtë, çdo qytetar i komunës Gjakovës, kur shkon me votu, duhet ta kujtojmë këtë dhe jo vetëm të mburret e krenohet se jam qytetar i komunës Gjakovës, por edhe të merr një përgjegjësi dhe një obligim. Profesor, në rreth 1 minutë, 2, nga ajo fotografi e viteve 40, ku shihet kryetari atëhershëm i Gjakovës me veshjen kombëtare, çfarë evolucioni ka përjetuar ky qytet dhe kjo komunë deri më sot, 2025? Shumë shka prej asaj kohë ka ndrru për të mirë, fatbarësisht. Mirë po nuk ka qenë jeta edhe të zhvillimi i qytetit bashkilet edhe pa brenga, pa dhëmbje, pa humbje, pa krime, të cilat kryesisht në kanë ardhur prej fqive, atyne të cilat gjithmonë e kanë pas kryp në sy Gjakovën, qytetin edhe komunën e Gjakovës, prandaj edhe planet e tyne kanë qenë ogurzez. Dhe qytetarët, të gjithë ata që e kanë dashur Gjakovën, janë kundërvy këtyne aspiratave të pangopshmenisë të tyne në mënyrën më të drejtë, duke mbrojtur qytetin, duke mbrojtur dinjitetin e qytetarit, duke luftuar për liri dhe për pavarësi. Normalisht, qyteti i Gjakovës ka pas njerëz që kanë udhëheq atë prej të ndryshme. Disa që kanë qenë në shërbim të tjerëve, disa të cilët i kanë gëzu vetëm të mirat, po jo edhe përgjithësi që tërhek me veti një përgjithësi e tillë, një vend i tillë i punës, megjithatë ka lëviz. Ka evolucion, ka zhvillim, ka përparim, po është shumë normale që asgjë nuk është aq e mirë sa me thonë nuk bëhet edhe më mirë. Absolutisht, dhe dëshirat tona, aspiratat janë gjithherë më mirë. Profesor Sefat, faleminderit shumë që na prite dhe live tani në RTV 24. Faleminderit. Shumë faleminderit.